Djemt pasi kanë deklaruar se nuk i luten askujt tjetër veç se Zotit të qiejve dhe të tokës, dhe ky është Allahu i mëdhëruar, për t'i treguar popullit të tyre se çdo të thotë ti lutesh dikujt tjetër veç ti, thonë laqad qulna idhan shatata, ne nëse do bëjmë diçka tjetër, atëherë kemi thënë diçka tepër të largët. E largët sepse qëndron larg të vërtetës dhe nuk ka përputhje me realitetin. Ky përshkrim për shirkun është i njëjtë me i përshkrim tjetër që është bërë atij në Kur'an, kur Allahu madhëruar e ka quajtur atë shpifja e madhe. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Kush i bën shirk Allahut, thot Allahu madhëruar, atëherë ai ka bërë shpifjen e madhe. Shirku përshkruhet me këtë fjalë sepse bie ndesh me tre gjëra që janë baza e argumentimit në lidhje me çështjet e fshehtësisë dhe të gajbit, dhe që janë natyra e krijimit, logjika shëndosh dhe shpalljet hyjnore, ku futen librat e Allahut dhe mesazhet e profetëve të dërguar prej tij. Në lidhje me çështjet e gajbit, nuk mund të argumentohesh veçse me këto tre gjëra, mirë po si qëndrojnë ato kundër shirkut. E para, natyra e krijimit qëndron kundër shirkut, sepse nuk gjendet njeri që ka ardhur në këtë botë veçse ka në zemrën e tij besimin në lidhje me Allahun e madhëruar dhe në nshtrimin para tij me lutje, me adhurime, ndërsa të tjerat lutju këtij e lutju atij, këtë ja mësojnë atij njerëzit që ka përreth dhe kështu ai devijon nga besimi i drejtë. Natyra e krijimit në rrethana të tilla nuk zgjohet veçse kur ngacmohet nga diçka që është më e madhe se ajo që kanë futur njerëzit dhe e bën atë të harrojë atë që kanë bërë ata, dhe kjo është kur ai përballet me një frikë të madhe, siç ndodhte me Kurejshet. Kurejshet kur hipnin në kohët e lashta në anije dhe lundronin në det dhe përballeshin me ndonjë situatë të trazuar të tij dhe e shihnin në ato momente vdekjen me sy, atëherë nuk kujtoheshin për askën tjetër veçse për Allahun e madhëruar, i luteshin vetëm atij dhe harronin idhujt që adhuronin më përpara, dhe pikërisht kjo është besimi dhe natyra e krijimit me cilin ka ardhur njeriu në këtë botë, dhe që për të larguar ndikimet e njerëzve duhej një situatë e tillë. E dyta, logjika qëndron kundër shirkut, sepse nëse i lutesh dikujt tjetër veç Allahut madhëruar, e ke bërë atë Zot, dhe kjo botë ka që madhe sikur të kishte edhe zotë të tjerë veç Allahut, atëherë ajo do ishte shkatëruar. Të jetë gjendja atje lart, siç është këtu poshtë, atëherë bota nuk mund të qëndrojë qoftë edhe një moment, logjika e drejtë kështu gjykon. E treta, shpalljet hyjnore qëndrojnë kundër shirkut, sepse bota ku jetojmë është e vjetër dhe në të ka patur librat e zbritur prej Allahut madhëruar dhe po ashtu profetë të dërguar nga ana e tij, dhe që të gjithë kanë thënë Allahu i madhëruar është një dhe vetëm atë adhuroni. Askush prej tyre nuk ka thënë më tepër se sa kaq, dhe prandaj profeti ynë sallallahu alaihi wasallam është urdhëruar të thotë njerëzve ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilm in kuntum sadiqin, që do të thotë me sjellni ndonjë libër të zbritur para këtij Kurani apo ndonjë gjurmë fjalë profetit të mëparshëm, nëse jeni duke thënë të vërtetën. E përderisa nuk është gjendur në atë kohë që ishte më afër kohës së profetëve, atëherë nuk do gjendet në asnjë kohë tjetër, sepse askush nuk ka thënë veçse Allahu është një dhe adhurojeni vetëm atë. Kështu, përderisa tre argumente të mundshme janë bashkuar për të treguar se shirku dhe idhujtaria janë gabim, tregon se kush kapet pas tyre është krejtësisht larg realitetit, siç thanë edhe djemt e surës El Kahf.